Përshëndetje nga kuzhina, në jeri sot kam vendosur me ndo me juve edhe një recetë natyrale për juve që vuani nga yndyrra e lartë edhe trigliceridet e larta. Super recetë natyrale me përbërës natyral pa asnjë efekt anësor për shëndetin. Është shumë e mirë edhe ju bën shumë mirë po ashtu edhe juve personave që vuani nga diabeti tip 2 që ja vlen ta provoni, pra edhe shifni vetë cilat produkte ju vynë natyrale e jo me përdor gjithçka çka nuk e dini që ka brenda. Pra, krejt çka ju nevojiten janë një limon e merrni, 6 gjethe të dafines, një lugë të mesme me kurkuma. Kurkuma e gjeni po ashtu edhe në Kosovë, shafran e indis atje pequjsh në Kosovë, edhe pse nuk është shafran e indis, po kështu puqujke. Kjo është pra kurkuma, s'ka melmes më të shëndetshme. Shumica e ndrojnë emrin e kësaj nash se më pyesi shumë motra, është kjo kurkuma e ma dërguin curry në melmes, pra në foto. Nuk është ajo, pra kjo kurkuma është kjo kurkuma, siç po shihni. Nevojiten pra një lugë të mesme me kurkuma, një limon e pastroni mirë me parë me ujë dhe me sodë bikarbone, e ndoni në pjesë, pra një 4-5 pjesë, 6 gjethe të dafines, si dhe një moje e lugës qajit me biber të zi, po ashtu 600 ml ujë të nxehtë vluar. Krejt shta përbërës, kur të grini pra limonin, i qitni në tenxhere limonin, gjethet e dafines, një lugë të mesme kurkuma, mojen e lugës qajit me biber të zi edhe ujin e val. Pasi që i qitni në tenxhere, e lëshoni shporetin, pra ajo si të merë val me një herë prej aty kur fillon pra me morë val, e njehni 10 minuta që të zihen. Mandej e merrni, e kulloni edhe e qitni në një kavanoz të qelqit, e lëni me uftof. Përdorimin e bëni kështu. Çdo natë para se me shku me flajt një gotë modhe, pra nga çaj përbërës që ju ka dalë juve që ja mos, e merrni një gotë modhe nga ky uji, edhe ja qitni një lugë të mesme shembull me mjolt, edhe e përzini e pini. Kur të hargjohet e përgatitni edhe tjetrën. Për 10 ditë e përsëritni këtë kur edhe keni me pa vetë si ka njollë trigliceridet, po ashtu edhe yndyrra ka mjë largu si me dorë që shtemin e shqiptarët. Provone, bindeni vetë për efektin, nuk e përgatita unë sepse pa dihava pse me qu produkte dam, kur mus më nevojitet e tregova veç me gojë se si përgatitet për juve motra e vllazën të dashur. Faleminderit edhe një herë për përkrahjen që ma bëni, komente të bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them. Miru pafshim.